Nëse shkoni në zgjedhje, lëvizja vetë vendosje do pësohet apo rritet? Unë mendoj që do të ketë rritje dhe unë mendoj që më e disfavorshme do të jetë për një pjesë të madhe domethënë të opozitës nëse shkojmë në zgjedhje prap. Është e tyre natyrisht me mendu dhe me kalkulu këtë pjesë, por kështu e shoh. Dhe jemi duke ridiskutu në fakt këtë pjesën e konstituimit në një formë të cilën nuk mendoj që ka kuptim më në arsyetimet të cilat domethënë janë duke u paraqitur. Unë mendoj që ky diskursi i opozitës duke u lidhur specifikisht me çështjen e emrit, mendoj që nuk zgjedh asgjë edhe nuk është valid në fakt. Edhe fatkeqësia më e madhe në fakt mendoj që vetëm kanë nxit reagime të cilat kanë qenë përveç seksiste, domethënë shumë të rënda dhe ndaj zonës Albulina Haxhiu, të cilat janë totalisht të papranueshme. Se ka degraduar gjua në fakt. Një diskurs që do e mos jemi të lidhur me çështjen e emrit. Jo, jemi duke u lidhur me çështjen e vlerave. E kuptoj. Një qeveri... Edhe diskursi, nëse mundem vetëm edhe ta them. Diskursi domethënë që jep në raport me Albulina Haxhiun si gru, është komplet ndryshe nëse përmendet një emër i burrit. Shembull për e marrë është diskutuar që Albulina Haxhiu është përçarse. Dhe ka bërë pyetjen, atëherë pse një grua shihet si përçarse kur është e zashme, nuk zbrapset, lufton për atë pjesën domethënë të cilën e mendon që është e drejtë dhe ka argumente në këtë drejtim, automatikisht i etiketohesh si përçarse. Ndërsa diskursi i njëjtë nuk është që shkon karshi burrave. Kështu që këto arsyetime të cilat janë duke u përdorur nga opozita janë totalisht të paqëndrueshme për mendimin tim. Është qartë. Një qeveri në detyrë, zonja Bogujevci, si po vepron, si po punon, si mundet një qeveri në detyrë të ketë raporte të mira, qoftë me fqinjët, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare, në raport me Serbinë, domethënë si dhe sa mund të qëndrojë në detyrë një qeveri sipas Kushtetutës së Kosovës? Natyrisht që duhet të kemi zot shtëpie dhe këto janë të rregulluara dhe unë mendoj që Qeveria e Republikës Kosovës më thonë i ka kryer të gjitha detyrat të cilat i ka pas të rëndësishme, e sidomos në këto aspekte të cilat domethënë i përmende. Punët duhet hecin. Ka rregulla natyrisht të cilat i përcakton kur je në detyrë të plotë dhe tani në situatën të cilën jemi, të cilat natyrisht edhe janë duke u respektuar. Kemi njerëzit që ka njohuri në këtë drejtim të cilët sigurohen domethënë që çdo veprim është në përputhshmëri me ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Punë duhet hecin, shteti nuk mund domethënë të stagnoj edhe nëse ende nuk është formu Qeveria e Republikës e reja. Kështu që institucionet tona domethënë janë duke vazhdu me punën e tyre në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ajo që është më shumë me rëndësi në fakt është edhe duke marrë parasysh që të jemi gjithëherë në dispozicion sa përket çështjes së sigurisë së vendit. Kështu që domethënë të gjitha këto gjëra janë në vendin e vet dhe funksionojnë ashtu siç duhet. Dhe kjo është e rëndësishme. Edhe dy momente të fundit doja të ndaja me ju. E para, meqense ju thatë pak më parë që pse flitet vetëm për femra në lëvizjen vetvendosje, vetëm për zonjat në lëvizjen vetvendosje, sepse prej kohësh flitet për një thyerje të parekuperueshme në raportin mes Albin Kurtit dhe Glau Konjufcës. Megjithatë, një pikpyetje e madhe është sepse shumë thonë analistë e gazetarë në Prishtinë që zoti Konjufca do të jetë kandidatura e vetvendosjes për Prishtinën në zgjedhjet lokale në Vjeshtë. Do të thënë, ka diçka të vërtet për një thyerje të besimit të marrëdhënies mes tyre? Absolutisht jo. Është totalisht e pavërtet. Është në fakt shumë çesharake ta ndëgjoni diçka të tillë. Okej, dhe pyetja e dytë. Falni edhe një herë vetëm një moment që kërkoj ndjes. Edhe pyetja e dytë në fakt në vazhdën
e këtij diskutimi dhe për ta përfunduar zonja Bogujevsi, përsa Albin Kurti ka zgjedhur që të hesht në ditët e fundit. Pra, nëse flasim, nëse pyesim, nëse ftojmë për biseda eksponent televizjes vetëvendosje, me styre edhe ju jeni shumë të hapur për të folur për mediat. Pse zoti Kurti hesht në publik, shfaqet i qetë, i qeshur, edhe në sallën e parlamentit teksa flet me ju deputetët e vetëvendosjes, pse në publik për hir të atyre thuajse 400.000 votuesve televizjes vetëvendosje në nënshkurt ka zgjedhur të hesht? Në fakt, kryeministri nuk është që ka hesht. Gjatë gjithë kohës, të më thonë, kemi komunikime të rregullta për të gjitha të dhënat të cilët duhet të më thonë të transmetohen tek qytetarët. Unë mendoj që të njëjtën kohë natyrisht pa i përfshi që të gjitha, por një numër të madh të media, sidomos në online në Kosovë kanë pas një diskurs kogja destruktiv, po edhe qasje gjuhë kogja të rënd, jo vetëm në raport me kryeministrin, po në fakt edhe me lëvizjen vetëvendosje edhe deputet apo ministra për brenda lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo në fakt tek ne nuk është duke u diskutu fare. Fatkeqësisht. Gjithherë, siç duket, dëshira është që bara të bie tek ne në raport me qasje ndaj medjave, dhe mendoj që ky diskurs duhet të ndryshojë, por që ne kemi qenë në vazhdimsi, domethënë në komunikim me media, të gjitha të dhënat të cilat apo mendimet, opinionin të cilin e kemi pas, domethënë e kemi transmetuar atë edhe gjatë seancave, po jo vetëm. E qartë, dhe unë e vlerësoj shumë edhe kohën tuaj për sot, zonja Bogujevsi, edhe këtë mundësi për të diskutuar bashkë, edhe për atë që mund të quhet apo jo një plan B i lëvizjes vetëvendosje se çfarë do të ndodhë në ditët dhe javët në vazhdim. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për gatishmërinë tuaj për të biseduar bashkë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit.